9 gjëra që duhet të hiqni menjëherë nga dhoma e gjumit për të tërhequr pasuri, paqe dhe energji pozitive. Përshëndetje të dashur shikues. Sot do të flasim për diçka shumë të rëndësishme, dhomën tuaj të gjumit. Ky nuk është thjesht një vend ku flini, është tempulli juaj personal I paqes, vendi ku energjia juaj rigjenerohet, ku mendja qetësohet dhe ku universi mund të sjellë begati, sukses financiar dhe harmoni në jetën tuaj. Sipas parimeve të lashta të Feng Shuit, Vastus dhe rrjedhës së energjisë vitale, dhoma e gjumit është zona më e ndjeshme e shtëpisë. Çdo objekt aty brenda ndikon në vibracionin tuaj. Disa gjëra krijojnë bllokime, pengojnë rrjedhën e pozitivitetit, pengojnë hyrjen e parave dhe ju mbajnë të lidhur me të kaluarën. Sot do t'ju tregoj saktësisht 9 gjëra që duhet t'i hiqni menjëherë nga dhoma juaj e gjumit. Do t'ju shpjegoj pse ato janë problematike, si ndikojnë në energjinë tuaj, në financat, në marrëdhëniet dhe në mirëqenien tuaj të përgjithshme. Pastaj do të kalojmë te hapat praktik për të tërhequr energji të re pozitive. Merrni frymë thellë, relaksohuni dhe le të fillojmë. Pika 1. Rrobat dhe këpucët e vjetra. Fillojmë me diçka që pothuajse të gjithë e kemi. Rrobat e vjetra, këpucët që nuk I kemi veshur prej vitesh, bluzat e grisura ose pantallonat që ndoshta do t'i veshim sërish. Pse janë problem? Këto gjëra ju lidhin fort me të kaluarën. Ato mbartin energjinë e asaj kohe kur nuk kishit atë që donit, kur ndiheshit të kufizuar ose të pamjaftueshëm. Sa herë që I shihni, në ndërgjigje juaj merr mesazhin, unë jam ende në atë gjendje mungese. Në nivel financiar, ato krijojnë ndjesinë e mungesës, sikur nuk ke hapësirë për gjëra të reja, për rroba të bukura, për mundësi të reja pune ose para. Çfarë të bëni? Hapni dollapin sot. Pyesni veten për çdo copë, a më bën të ndihem I bollshëm dhe I lumtur tani? Nëse jo, falenderojeni për shërbimin e kaluar dhe hiqeni. Do të ndjeni menjëherë lehtësi, hapësirë të re në mendje dhe në jetë. Hapësira e lirë në dollap, hapësirë e lirë për bollë. Pika 2. Pajisjet elektronike të prishura ose të papërdorura. Tani le të flasim për ato pajisje që I mbani për çdo rast, telefoni I vjetër I thyer, kufjet që nuk punojnë, laptopi që ka vite pa u ndezur, karikuesit e tepërt. Këto janë burime të mëdha të energjisë së ndenjur dhe negative. Ato mbartin vibracionin e dështimit, të diçkaje që nuk funksionon më. Ndërsa flini, truri juaj I kap këto sinjale dhe I përkthen si jeta ime nuk po ecën përpara. Në aspektin financiar, ato bllokojnë suksesin sepse simbolizojnë pengesa teknike, vonesa, probleme të pasgjidhura. Zgjidhja është e thjeshtë, hiqini menjëherë. Nëse nuk I keni riparuar deri tani, nuk do t'i riparoni kurrë. Falini ose ricikloni. Zëvendësojini me gjëra që funksionojnë, kjo ndryshon menjëherë mendësinë nga ngecje në rrjedhje. Pika 3. Grumbullimi I letrave dhe dokumenteve të vjetra. Faturat e vjetra, kontratat e skaduara, letrat të paguara, shënimet të vjetra grumbullohen në krevat, në sirtar ose mbi komodinë. Këto krijojnë kaos mendor. Çdo herë që I shihni, mendja juaj kthehet te stresi financiar I së kaluarës. Ato pasqyrojnë ç'organizim në parat tuaja, sikur financat tuaja janë të shpërndara, të pasgjidhura. Në Feng Shui, letra e vjetër është simbol I energjisë së bllokuar. Hiqini të gjitha. Digjini, nëse lejohen me siguri, coptoni ose arkivoni vetëm ato absolutisht të nevojshme në një vend tjetër jashtë dhomës së gjumit. Pas kësaj do të vini re qartësi më të madhe në mendime dhe vendime financiare. Pika 4. Mobiljet e dëmtuara ose shumë të vjetra. Krevati që kërcet, komodina me këmbë të thyrë, dollapi që nuk mbyllet mirë. Këto mobilje simbolizojnë degradim, mungesë kujdesi për veten dhe jetën tuaj. Nëse nuk kujdeseni për ambientin tuaj të gjumit, në ndërgjigje juaj mendon, nuk jam I denjë për gjëra të mira. Kjo pengon mendësinë e bollëkut. Zëvendësoni gradualisht me mobilje solide të rehatshme. Edhe një ndryshim I vogël, PS. Një jashtëk I ri ndryshon vibracionin. Pika 5. Bimët e thara ose artificiale.
Bimët e thara janë simbol i stagnacionit, jetë që nuk rritet më. Ato fitin energji vitale në vend që ta shtojnë. Bimët artificiale nuk kanë prana energji jetësore, janë si fantazma të gjalla. Në dhomën e gjumit, hiqini plotësisht. Nëse doni bim, zgjidhni të vërteta dhe të shëndetshme, si lavand ose aloe vera në sasi të vogël. Por më së miri, lërini jashtë dhomës së gjumit për të ruajtur qetësimin. Pika 6. Pasqyrat e thyrë ose të vendosura keq. Pasqyra e thyrë shpërndan energji kaotike, si copëza shpirti juaj. Pasqyrat që përballen me krevatin dyfishojnë shqetësimet gjatë gjumit dhe largojnë partnerin ose bollkun. Hiqini menjëherë pasqyrat e thyra. Vendosini ato në vende ku nuk reflektojnë krevatin ose derën. Idealja, pa pasqyrë fare në dhomën e gjumit. Pika 7. Objekte me kujtime negative. Fotot e ish partnerëve, dhuratat nga marrëdhënie toksike, letra dashurie të vjetra. Këto janë ankora emocionale që ju mbajnë në dhimbje, zili ose frikë. Ato bllokojnë hapësirën për dashuri të re, bollëk të ri. Hiqini me respekt, falenderoni për mësimet dhe lëshojini. Zëvendësojini me gjëra që ju sjellin gëzim të pastër. Pika 8. Orët e ndaluara ose të prishura. Orë që nuk ecin, kohë që nuk ecën. Ju mbajnë në ndjesinë, jam gjithmonë vonë, nuk po arri dot qëllimet. Hiqini të gjitha orët e prishura. Nëse mbani orë, zgjidhni një të bukur, funksionale, simbol i rrjedhjes së kohës drejt suksesit. Pika 9. Gjërat që lidhen me varësitë ose zakonet e këqija. Paketat boshe të cigareve, shishet e alkoolit, kutitë e ushqimeve të shpejta. Këto sabotojnë shëndetin, vullnetin dhe energjinë tuaj. Ato mbartin vibracionin e vetë shkatërimit. Hiqini plotësisht. Kjo hap rrugë për zakone të reja pozitive dhe energji vitale. Tani kalojmë te pjesa e atraksionit, tani që keni pastruar, le të tërheqim energji të re. Përdorni kristale, kuarc i pastër për qartësi, citrin, guri i bollkut, pranë krevatit ose në cepin juglindor të dhomës. Ngjyrat, jeshile e zbet për rritje, ari ose e verdhë e artë për pasuri. Jastëk, batanie ose perde në këto nuanca. Ritualet ditore, hapni dritaret çdo mëngjes për 10-15 minuta, ajri i freskët sjell qi të ri. Pastroni dhomën fizikisht dhe me temjan ose sage. Çdo mëngjes thoni afirmime, unë jam i hapur për bollëk, paraja rrjedh lehtësisht drejt meje. Para gjumit, listoni 3 gjëra për të cilat jeni mirënjohës. Kjo ngre vibracionin tuaj dhe tërheq më shumë arsye për mirënjohje. Dhoma juaj e gjumit është tempulli juaj. Kur e trajtoni me respekt, universi ju përgjigjet me paqe, dashuri dhe begati. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, abonohuni dhe ndajeni me dikën që ka nevojë ta dëgjojë. Shkruani në komentet, cilën nga 9 gjërat do të hiqni sot. Unë ju pres përgjigjet tuaja. Faleminderit që ishit këtu. Natën e mirë dhe ëndra të bukura plot bollë.